E dyta, ruaje namazin me përkushtim. Namazin dhe zër. Vallahi, pa namaz nuk ka kur gjë. Nuk ka shpëtim dynja, po as nuk ka shpëtim në ahiret. Këto muhabetet kota janë dhe me thonë që thënë hajtë se Zotë e ka mëshirën e madhe. Jo, Zotë e ka mëshirën e madhe për mëkatarin i cili pendohet Allahu Azza wa Jall, për një namazdin i cili edhe ai gabon. Ne nuk po them që ata namaz që falin nuk gabon, jo, edhe ata gabojnë. Mirë po, jo me mashtru vetën tonë se mëshira Allahut Azza wa Jall, mëshira Allahut Azza wa Jall është e madhe, mirë po dhe dënimi Allahut është i madh. Pa namaz nuk ka shpëtim. Allahu Azza wa Jall po thot: "Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar." Namazi ndalon njeriu nga të këqijat dhe veprat e shëmtuara. Sura Ankabut, ajeti 45, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po thot: "As-salatu imadud-din." Namazi është tylla e fesë. Pas la ilaha illallah vjen një herë namazi. Që ky objekt nuk mundet me qëndru pa këtë shtyrë. Bjen, nëse nuk bjen sot, nesër ka me ra, pa ashtu dhe njeriu pa namaz nuk bën. Namazi është ushqim, ushqimi i shpirtit, ushqimi i trupit, ushqimi i trunit është namazi. Pse? Se ti me anë të namazit po e tregon domethënë se ti je me Allahun Azza wa Jall. E nëse ti i shkëput lidhjet me Allahut, me kon kemi pas lidhjet. A din që namazit ndalon edhe prej veprave të këqija vezën, se ti kur e din se unë jam namazgi, edhe mu njerëzit me më pa në rrugë duke po gjestet e këqija, vallaj turpron edhe shkaku i namazit, e la domethënë, e la edhe ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vezër ka thënë namazi është dritë. Si ka mundësi një njeri me hes pa dritë? Si ka mundësi një njeri me hes me gjetë rrugën e drejtë pa pas dritë? E namazi që kjo drita domethënë që të çon. Çka dush bën o vëllai jam? Po dush me punu, puno. Po dush me studio. Namazi nuk nal hiç prej ibadetit, prej mësimit, prej punës, prej biznesit. Sa biznesmen kanë botë, që kanë domethënë me miliarda kanë, mirë po namazin nuk e lojnë. Sa studiues, shkencëtar kemi domethënë në botë, që namazin e falin, bile ndoshta namazin edhe më tepër falin, se jo për farzin, mirë po falin edhe namaz natës, falin edhe namaz duha, falin edhe namaz vullnetare, falin edhe teravih dhe kreti falin, pse? Se e di që namazin nuk të merr kohë vëllai jam. Neve na merr kohën interneti, neve na merr kohën gibeti, përgojimi, mirë po namazi është domethënë dritë e cila ta dërgon apo ta tregon rrugën e drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi një ditë dhe tha për zbatimin e tij, ai do të jetë dritë. Dritë do të jetë provë, argument dhe shpëtim në ditën e gjykimit. Domethënë dritë këtu në dynja kemi hecë mirë, nuk kemi bë keq kërkujt, ka me qenë argument për ty, ka me të mbrojtë ja Rab, mos e dënon që trop se ky ka bë sejdë për ty ja Rab. Edhe ka me qenë shpëtim në ditën e ringjalljes. E kush do që nuk është i zellshëm, kush do që nuk është i kujdesshëm për namazin, ai nuk do të jetë për të dritë. S'ka qysh me hec, për atë arsye krejt rrugë ti dokën terr hoxh, krejt rrugë më kanë fshehë. Mos ka bë dikush magji, jo vëllai jam ti me dorën tonë ti vetës i ke bë magji, pse? Ti kish kaput lidhjet me Allahun. Në anën tjetër ti e mashtron veten thunë për i besoj Allahut, me besu Allahut ti e fal namazin. Se çaj Allah që na ka kriju, ai na ka obliguar me namaz. Ai Allah që na ka kriju, ai Allah ka kërkuar prej neve diçka. E ti kish kaput lidhjen, ta kanal dritën Allahu Azza wa Jall, edhe ka me qenë kundër teje. Po ashtu, edhe në ditën e ringjalljes ki mu ringjall me Faraonin, me Hamanin, edhe Ubej ibn Khalefin. Allahu na ruaj. Pra vëllezër besimtar, duhet të kujdesemi për 5 vakët namaz. Jo me bo muhabetin, a duhet me fal xhuman, as duhet me fal. Nëse nuk i falësh kështu, hiç mos e fal xhuman. Hiç mos e fal xhuman. Edhe nëse thot ti dhe hoç, ti çu ky hoç ka thënë pse? Po ti fali një 5 vakë të vajën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush i lën 3 xhuma. Mirë po për këtë nuk ka thënë. Për këtë nuk ka thënë kush i lën 3 vakte. 5 vakte do të më fal. Allahu Azza wa Jalla na ka kriju. Allahu Azza wa Jalla na ka furnizu.
Allahu Azza wa Jall në ka caktu dhe kohën se sa muna më falë. Pse nuk në ka obligu Allahu Azza wa Jall me 50 vakte, pa në ka obligu me 5 vakte. Pse? Se ne e kemi punë, edhe nuk ju kishim përmbajt asaj, e kështu që e kish përbimin e 50 vakteve, kështu që mundohu dhe jemi dashur me falë namazin. Nëse nuk mundesh në xhami, atëherë në rartë punës, ku jesh aty të falet. Mirë, për nëse ti ke mundësi me ardhë në xhami më falë, që mos më ardhë? Që mos më ardhë në xhami me falë namazin? 5 vakët namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte ardhur njëri te pejgamberi alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, tha Allahu të ka urdhëruar 5 vakte mi falë kështu, ja ka bërë disa pyetje, tha po. Shkoi njëri, pejgamberi alaihi wasallam tha aflaha in sadaq. Ka thënë shpëtoi nëse i përmbahet kësaj. Tha vallahi, as nuk shtoj, as nuk paksoj. A ka mujt pejgamberi alaihi salam i thon atij, o filan, fali sa të mujsh me fal, jo, po i ka thon 5 vakte. Ati tjetërit i verbër, ka thon apo e ndëgjon ezanin, ka thon po, përgjigju. Nuk i ka thon ai se ti fal bon edhe në shtëpi mu fal. Jo, ka thon apo e ndëgjon ezanin, ka thon po, përgjigju. Do me thon 5 vakte me i fal.